Mësimi tërditor, realisht është provoj, edhe nga gafësi, pastaj edhe qeverisja aktuale, sidomos drejtoresha që ishte nga PDK-ja Besjana Musmërati, mundua ta shty përpara shumë mësimin tërditor. Ndërkohë, ku po e vren, ku po çalon, çka po mungon për mësimin tërditor? Janë dy probleme. Problemi kryesor, evident, që shohim gjithë, janë hapësirat. Nuk mundesh me majtë mësimin tërditor nëse të gjitha shkollat janë të dizajnuara për dy ndrime, ose në një vend si shkolla Pavarësia, atje te Matini, që i ka pas deri vonë 3 ndrime. Këto lëvizjet që kanë ndodhur të nxënësve, ku i liron disa shkolla për ta mbajtur mësimin tërditor për më të vegjëlit, edhe klasë 6-9 që janë në shkolla të tjera, kanë kriju paknatësi edhe kanë kriju një farë shkëputje të nxënësve nga një farë identiteti i shkollës që kanë patur. Për shembull, Gjevde Doda, shkolla e mesme, ka kalu te gjimnazi matematikor, e kanë lëviz tutje, ndërsa në Lakrisht janë dy shkolla, Fai Konica dhe Gjemal Mustafa, që i kanë sjellë nxënësit e klasave 6-9, por nuk është kriju një shkollë e re 6-9. Thjesht janë dy grupet, dy shkolla që po ndihen pak thjesht se janë me qira aty. E nuk është shkolla, nuk është vetëm një ndërtesë ku fëmijët ulen edhe mësojnë matematikë dhe gjuhë shqipe. Shkolla është një farë komuniteti ku sa më mirë që ndihesh si pjesë e atij komuniteti, aq më mirë performon, aq më përshtypje të mirë të lën gjithë procesi i mësimit. Kështu që kjo mësimi tërditor, mënyrën se si po zbatohet, i ka arrit limitet e veta. Për këta që janë në mësim tërditor, pra shkollat të cilat fëmijët klasa 1 deri në 5, problemet që po i thonë prind, tash kemi bërë mjaftu shumë takime me qytetarë që të kuptojnë pak edhe problematikat e tjera, shkolla nuk është e pajisur për t'i mbajtur fëmijët e vegjël, 6 vjeçar, 7 vjeçar, 8 vjeçar, tërditën në banka të shkollës. Pra mësimi tërditor ndodhet me një ambient ku ka edhe hapësira shplotëse, ku aktivitetet organizohen në atë mënyrë që ke pak matematike dhe gjuhë shqipe, po pastaj bën edhe aktivitete tjera që janë më shplotëse, e kjo nuk është e organizuar në këtë formë. Prap ekzistojnë ky koncepti i dy fashave, ku paradite mbahet mësimi i rregullt, gjuhë shqipe, matematikë dhe lëndë tjera, e pasdite bën aktivitetet. Nuk është akoma në fazë eksperimentimi dhe nuk janë plotësisht të kënaqur prindërit, por, siç thash, problemi kryesor është që nuk ka hapësira për ta vazhduar tutje. Që i bie nëse duhet të kemi vazhdimsi të mësimit tërditor, duhet më shumë shkolla, apo? Duhet shumë më shumë shkolla, do të thënë duhet minimalisht në zonat urbane edhe 10 shkolla, 3 kanë filluar të ndërtohen, do të marrin vite, pra duhet edhe 7 shkolla në rast se i ndërtojmë edhe dikon rreth 14 anekse në për shkolla ekzistuese. Nëse nuk duam ndërtojmë anekse në shkolla ekzistuese, atëherë bjen të ndërtohen edhe 7 shkolla tjera shtesë, pra i vjen që duhet 14 shkolla të reja, plus këto 3 që kanë filluar të ndërtohen, që të akomodohet numri nxënësve që ekziston sot. Kjo është një kalkulim. Pa qerdhe, se qerdhet janë tjetër problem. Kjo është pa qerdhe. Këtu mund të përfshihet edhe parashkollori, klasa, kjo, po edhe parashkollori tash është temë në vete, sepse sot parashkollori mbahet vetëm 2 orë në ditë, edhe kjo nuk ka kuptim. Parashkollori të duhet ishte tamam si shkollë, po jo shkollë, po të bëj pak më shumë sikur në kopshte. Me aktivitete dhe mësimi të ndodhet përmes lojës, e jo duke ulur në banka. Po ndërtimi i shkollave duhet thjesht të bëhet. Pra na nuk mund të flasim për cilësia në arsim, nëse s'kemi hapësira ku ta bëjmë procesin arsimor, ndërtimi i shkollave duhet bëhet prioritet. 7 shkolla minimum, the? 7 shkolla minimum, nëse ndërtojmë edhe 14 anekse në për shkolla ekzistuese. Nëse nuk ndërtojmë anekset, vjen 7 plus 7 shkolla. Nëse një shkollë kushton rreth 3 milion euro për të ndërtuar, shkolla për 500-700 nxënës, edhe ashtu nuk duhet të ishin shkollat shumë të mëdha. Në disa pjesë të Prishtinës duhet të kalkulohet edhe çmimi i shpronësimit, sepse s'ka më hapësira të zbrazura për të ndërtuar shkolla. Nuk ka hapësirë. Du të bëjmë që ka bëjmë privati. Pra e gjenë një hapësi në një lagje, i shep shtëpi private, i bën 10 bashk edhe shpronson me çmim të tregut. Po kjo thjesht duhet të kryhet. Pra nuk ka më mundësi që të vazhdohet në këtë formë ku arsimimi i fëmijëve lihet si një gjë kështu e fundit atje në listën e prioriteteve.